Socialiste në qarkun e Vlorës ka rënë 6.000 vota. Më pak. Është me shqip. Nga 66.000 në 9.500. Pra është 6.000 ca vota më pak. Kjo mas rënjeje, 4 vite më vonë do t'jetë gati dy fish. Dhe nga ana tjetër, kur ishte Edi Rama në listë, pra kur gjithë shtetit barkonte këtu sepse duhej mandati Edi Ramës, ata mezi morën mandatin e 8 për shkak se dogjën votat e LSI-s. Si do rriten tani kur Edi Ramën se ka në këtë listë? Dhe për më tepër, kur babzia e kur korrupsioni e burgjet janë mbushur plot, janë faktor determinant në zgjedhje. Është e pashmangshme vota kundër Marsin. Përveç faktit që Partia Demokratike ka një listë shumë të mirë, një program gati perfekt. Pra, një koalicion të gjerë që nuk lejon vota të rrjedhin. Atëherë, si mund ta pretendosh që këto sondazhe të paguara nga Edi Rama do dalin reale? Edi Rama kur e ka nisur këtë fushatën elektorale këtu e 6 muaj më para, foli për 80 e kusur mandate. Sot, flet për 71-shin magjik. Pra nga 81 deri në 85, pra shifra e 3 parlamentare, ka zbritur tek 71-shi dhe ai e di shumë mirë pse ka ndodhur kjo. Sepse Edi Rama në datën 11 maj nuk ka shans politik dhe matematikor të nxjerrë 70 mandate i vetëm. Që do të thotë Edi Rama pas 11 majit është opozit. Shtojmë dhe një element tjetër që nuk është kampionuar as vota diasporës. Se është dhe një element i rëndësishëm dhe vota diasporës, e cila në sondazhe nuk dihet. Dhe të falenderoj sepse edhe unë e bëra lloj Interpretoj analizë pa e marrë se elemente, kuptoj. Sigurisht, tani si e mat ti, po mirë, si e mat ti për shembull emigrantët e qarkut Vlorës, ku shumica se vinë vetë me makina apo me autobuza. Si e mat? Si e nxjerr analizë drejt. Partia Socialiste thjesht sepse paguan Edi Rama televizionet. Po televizionet tona nuk lejohen ta nxjerrin një sondazh nëse je ti fitues. Shumë e drejtë, kjo është e drejtë. Shiko, nuk mund ta them televizionin se nuk më takon. Dakor. 23 për Bashkinë e Himarës nuk u bllokua pa qëllim. U bllokua sepse këtu ishte Partia Demokratike, pik. Po. Pra, dhe që fitonim ne në Bashkinë e Himarës, nuk u lejuat publikohej sondazhi se Bashkia e Himarës ishte me interesa madhore për grabitjen e pronave nga Edi Rama dhe pushtetarët rreth tij. Po. Marsin, të lutem, nuk mund ta dhe ma refuzo këtë kohë televizive të merrem me sondazhin që i paguan Edi Rama kur unë jam çdo ditë në terren. Pa ti thua, unë jam vetë personalisht sondazhi më i mirë, se shikoj terrenin, thua ti, nuk kam nevojë për dhëna që i nxjerrin tjerat. O i nderuar, sondazhi im është terreni. Sondazhi im janë grabitjet qeveritare. Sondazhi im janë problemet e banorëve. Sondazhi im është programi i Partisë Demokratike. Tani, si mund të pretendosh që pas 12 vjetësh, do rritet Partia Socialiste kur nga 2017 në 2021 në ranë 6.000 vota. Ranë 6.000 në nivel qarku. Në 2017 kishin 66.000, në 2021 kishin 59.500. Ore, për më tepër, e drejtë është për më tepër që imagjino në Amerikë për shembull, ti e di sondazhet nxjerrin gjithë fitues Kamala Harris, kur flasin për vendin më demokratik në botë që ne e marrim si model, pastaj po ngelin Shqipëri që mos. Shiko, unë e konsideroj veten njeri me goxha nivel politik. Është hyri për cilin do prej nesh, që të marrë në konsiderate e ndoshta edhe ta harxojmë këtë kohë të vyrë televizive, të merremi me çfarë thotë Edi Rama. Edi Rama sot është thyer në një banalitet të madh, është thyer në një rrezik social, është thyer në një thyes të madh për kategorinë të caktuara të shoqërisë. Unë nuk mund t'ia fal kurrë Edi Ramës thyrjen që ka bërë për fëmijët dhe për persona të cilët kanë atë fenomen autizmit. Po, që është një lloj problemi madhor për familjet e tyre, dhe nuk mundet ta suportoj dot se si mundet të fyesh një nga shtresat më vulnerabël të shoqërisë. Halli që zë familjet të cilët kanë një fëmijë me çrregullimet të spektrit autik, është një gjë me jashtëzakonshme dhe ky pervers kryeministër, ky sadist që lumturohet me vuajtjen e çdo njeriu në Shqipëri, lumturohet dhe me vuajtjen e të vetëve, ai jo më me kundërshtarët e tij, ta përdor këtë target grup të shoqërisë duke e sulmuar. Nuk mund ta pranoj dot që Edi Rama fyen gjithë burrat e Shqipërisë, pavarësisht se unë në një qendrim goxha
konservator, se dëshiroj ta quaj radikal, mendoj që ata burra gratë të cilëve shkojnë në mitingjet e Edi Ramës dhe qeshin ndërkohë që Edi Rama fyen bashkëshortët apo baballarët e fëmijëve të tyre, unë mendoj që ata burra e meritojnë atë lloj poshtrimi, se nuk mund të pranoj dot që dikush zgërdhihet, ndërkohë që Edi Rama i fyen njeriu më të rëndësishëm të jetës saj apo prindin e fëmijëve të saj. Pra, ky lloj njeriu, i cili s'ka si bilanc, nuk ka fare produkt. Atje më fal të lutem, po mund të më thuash si mund të marr vota? Edi Rama do të zbres në shtratin e vet dhe ndoshta edhe nën shtratin e vet politik për shkak të votës kundër. Dhe vota kundër nuk është produkt made in Albania. Vota kundër është produkt i politikës si teori, si shkencë politike, sepse njihet në gjithë botën dhe pa diskutim ne votohemi për programin, votohemi për listën, votohemi për qendresën opozitare, po patjetër ne votohemi edhe si vot kontestuese kundër Edi Ramës. Dhe kjo është krejt normale, nuk është herezi politike nëse e pretendojmë kështu. E qartë, Skirdi, përpos politikës dhe fushatës, dua të kalojmë edhe tek një anoncim në cilin po zhvillohen hetime në tunelin e Llogaras dhe pritet që një dosje e madhe për një zyrtar të lartë të plasi këto ditë. Unë dyshoj që bëhet fjalë ose për zotin Senoklosi ose për zonjën Belinda Balluku. Tani, ti bën pjesë e ka pjesë e PD se keni qenë pak skeptik me Spakun. Dhe goditja e Arion Veliajt si duket i shohë një herë mirë këto zëra në lidhje me anëshmërinë e Spakut. Në qoftë se ndodhe kjo goditje, a mendoni që Spaku ju ka favorizuar në një lloj forme indirekte juve në zgjedhje duke goditur eksponentët më të lartë të Partisë Socialiste? Sepse ka goditur më shumë majtas. Shiko, unë sot e kisha ndërmend ta përdorja tunelin e Llogaras nëse do të ishte i hapur. Po. Edhe për çështje kohe, sepse nga dërmium duhet të kaloj për në Vlorë dhe për çështje minutazhe. Po, e qartë, për të ekonomizuar kohën. Është shumë i vyer dhe patjetër do të dëshiroja, duke pas parasysh edhe kushtet shumë të favorshme atmosferike, Llogaraja nuk është aq shumë e preferuar në këtë moment. Por kjo bëhet e pamundur për shkak se nuk arrit dot ta kuptoj arsyeën, sepse tuneli është i mbyllur. Kostoja shumë e lartë e tunelit është një marrëzim vete. Kjo duhet pranuar. A do të shkojë pak deri në fund apo jo? Nuk di të them, skepticizmi im ndaj atij institucioni është gjithmonë i lartë. Sepse nëse dëshiroj të marr Spakun pozitivisht, me dashamirësi të madhe, Spaku më godet direkt me grusht turinjve në rastin e Olta Gjaçkës, kur gjykata i thot hetoje për falsifikim dokumentash dhe për grabitje të pronës dhe Spaku këmbëngul për të mos e hetuar. Nuk do të jetë e largët dita, që do të më shikoni në protest tek burgu i Durrësit ose tek Spitali i Burgut në QSOT për të kërkuar lirimin e Jorgo Goros nga burgu. Si mundet të mbahet Jorgo Goro në burg, ndërkohë që Olta Gjaçka, përfituesja e pronës, të jetë e lirë dhe në prona të vazhdojë të ndërtohet. Spaku thot që kam shpallë, e kam vendosur në sekuestro. Cila është sekuestro? Po ndërtohet çdo ditë në atë pronë. Pra, sa do dëshirë madh të jesh ndaj Spakut dhe sa do pozitivisht ta shohësh, ai institucion e godet vetveten. Do të thënë, duam ne, s'duam ne, Spaku e ndalon vetveten për ta fituar besimin dhe simpatin time si qytetar skeptik ndër vite ndaj atij institucioni. Sepse është e vërtetë që rasti i korrupsionit të tunelit Llogaras, siç pretendohet, është i lartë. Po mua më intereson shumë e prona e grapitur nga Olta Gjaçka në Zërmin. Bashkë me Artangacin, të dy. Patjetër. Në bashkëpunim me Jorgo Goron. Dhe kjo fakti është i shkruar e Zeza mbi të bardhë. Punim me Jorgo Goron e me direktivët e Edi Ramës. Por, pse e thash këtë? Sepse të mbash në burg Jorgo Goron për një aferë korruptive dhe përfituesin e kësaj afere, ta lësh në parlamentet, kërkoj dhe vota në Tiranë, kjo pak saj është fyerje e madhe. Dhe Spak nuk mundet të vazhdoj, dhe ditën e djeshme kishte apeluar vendimin e gjykatës së shkallës parë të GKK-s, e kishte apeluar me idenë që nuk do të hetoj.
është fyerje e madhe për çdo qytetar kjo. E drejtë. Por ama të gjitha eksponentët politikë dhe të gjitha partitë politike sytë kanë nga SPAK-u, sepse është thënë që ditën e zgjedhjeve, po dhe gjatë periudhës së kësaj fushate, secili nga prokurorët menaxhon një qark, prokurorët e SPAK-ut, dhe i shoqëruar po ashtu në këtë veprimtari nga oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit, dhe flitet që në qoftë se do ketë tjetërsim ose cënim të vullnetit të qytetarëve ose represion administrativ, SPAK-u do jetë aktiv. Këtë ka thënë vetë kreu i saj Altin Dumani. Tani, duke qenë se jemi dhe në kuadrin që Altin Dumani kërkon rimandatim dhe këtë vit i mbaron mandati si drejtuesi i SPAK-ut. Duke pasur parasysh kampionin se si do shkoj dita e zgjedhjeve dhe procesi i votimit dhe numërimit votave, do e lidhësh me faktin që ai duhet apo jo Altin Dumanit një mandat tjetër Skerdi? Apo je që në fillim skeptik dhe ti mendon që Altin Dumani nuk duhet të jetë në krye të SPAK-ut? Po kjo nuk është Mërësit, kjo nuk është çështje personi, pra nuk e lidh dot unë me thjesht personin Altin Dumani, prokurorin. Si e lidh? Po pra, unë mendoj që është çështje shumë e rëndësishme parimi dhe precedenti. Tipologjia deontologjia juridike na mëson që precedenti rrezon parimin. Pik. Po. Precedenti e SPAK-ut në raport me zgjedhjet janë dështim total. Ka dështuar me dosjen 339, ka dështuar me dosjen 184, ka dështuar me Rogozhinën dhe ka treguar një anshmëri shumë pa dhe politike në rastin e Himarës. Pra, sa herë që SPAK-ut i është vendosur në dorë një patate e nxehtë proces zgjedhor, SPAK-u ka vepruar sipas pushtetit. Unë nuk e pranoj dot dhe nuk lidhet me emrin e zotit Dumani, kjo lidhet me mënyrën si funksionon institucioni. Nuk e pranoj dot më thuar sot që ky institucion do ta marrë seriozisht, kur 4 herë më parë ky institucioni ka shërbyer në pushtetin. Të lutem tani, nuk e them dot veten. Nëse zoti Dumani mendon që e meriton një mandat të dytë, duhet ta demonstrojë. Deri tani nuk e ka demonstruar. Këto prangat e dirigjuara të zyrtarëve që të Edi Ramës, që çuditërisht shkojnë në burg dhe nga burgu bëjnë prapë fushat për Edi Ramën, mua kjo nuk më qëndron askund. Pra, të më thuash që shkojnë burg Erion Velia, ku ne dinim, paktën ne të dy, po besoj që shumica e kësaj elitës politike mediatike në Tiranë ka ditur që Erion Velia ka gati një vit që ishte prerë bileta arrestimit, thjesht shtyhej në kohë. Dhe të lutem. Kjo është e vërtetë. Dhe të lutem. Nuk ju bën përshtypje që në dosjen e Veliajt ishin dy prokurorë, prokurorët Olc Dado dhe Altin Dumani. Nuk të shkon kund vëmendja pse Edi Rama sulmonte vetëm dhe Veliaj gjithashtu sulmonte vetëm prokurorin Olc Dado dhe jo prokurorin Altin Dumani? Çështje frike mendoj. Jo, s'mendoj që është çështje frike. Po pse? Sepse përderisa i ka në dorë mandatin, nuk është më çështje frike. Se ashtu siç ka në dorë Dumani pranga për politikan, ashtu kanë edhe këta në dorë mandatin e Dumanit. E bukur ka. Nuk të shkuar menda te kjo analizë, ha? Dhe? Sepse ti ke në dorë të arrestosh, po maksimumi dhe për një vit ke në dorë. Pastaj ka mu në dorë të çonë në shtëpi. Po. Jemi korrekt. Skerdi, atë ti mendon që Altin Dumani nuk është ai standardi, si thuash, i cili ka bërë që këto 3 vite SPAK-u të realizonte këto goditje, por është veprimtaria e gjithë prokurorëve, ose është diçka e madhe, ose është edhe vullneti politik i partisë në pushtet. Pra nuk kemi pse ta identifikojmë të gjithë curinë e SPAK-ut me këtë njeri, që ta kuptoj qartë. Në mënyrë absolute, jo gjithë aktiviteti i SPAK-ut, jo gjithë rezultatet e SPAK-ut duhet i faturohen një personi. Si kur ato rezultate janë pozitive, si kur janë negative. Mos harroni, në SPAK ka prokuror shumë dinjitoz, ashtu siç ka prokuror kamikaz politik. Në GKK ka gjyqtar dinjitoz me shumë dinjitet, ashtu siç ka gjyqtar kamikaz politik. Për shembull, gjyqtarja e cila ka kërkuar hetimin për rastin Olta Xhaçkës, Flora Hayreddin, nuk e di si është mbi emrin e saj, është e njëjta gjyqtare e cila ishte në trupën gjykuese që dënuan Belerin, kallëzuesin e Olta Xhaçkës. Nuk mund të më thuash tani që kjo gjyqtarja i ka bërë nder opozitës, ndërkohë që kryetari i bashkisë opozitës kjo e çojnë burg.
Sepse ishte pjesë e trupës gjykuese në shkallën e parë. Qartë. Pra, Dumani, nëse dëshiron të bind gjysmën e Shqipërisë për punën e dhe për të marrë një mandat të dytë, jam i bindur që nuk do ta marrë dot, si do qoftë, me për të parë, do duhen rezultate dhe do duket tani. Skedi, Dhe nuk besoj cilit kanë ngelur nga gjitha mesazhet që ka linçuar PD-a këtë fushat në programin elektoral si diçka që ti po të gjykoj ftohtë do e votoje pikërisht për 1, 2, 3, 4 pika. Nga programi politik i PD-s, cilat janë pikat që ty ta mbushin mendjen, si votues i djathtë, që thua, unë do votoj këtë parti pikërisht për 1, 2, 3, 4, 5. Atëherë, karta antishpopullim pro-rinis është e para, pra një çati për familje që quhet kështu, ajo ndihma për çiftet e reja, më prek edhe direkt, ajo është e para. E dyta është pastrimi vetvetes që e quhen Partia Demokratike, pra kontrolli i gjithë shtetit, i gjithë institucioneve, pastrimi i korrupsionit,